Një operacion i goduar blindi zhvilluar nga policia e Durrësit përfundoi në arrestimin e dy shtetasve të moshës 28 dhe 29 vjeç, të dy banues në Durrës. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, të rinjt me inicialet ED dhe EB u vunën në vëzhgim pas marrjes së një informacioni të besueshëm në rrugë operative që tregon se ata qarkullonin të armatosur dhe përdornin një automjet blinduar. Gjatë kontrollit të automjetit, uniformat blu sekuestruan një armë zjarri, pistolet me krër dhe fishek, një shumë parash, një targ të dyshuar të falsifikuar e dhojtë rus, si dhe 3 telefona celular. Automjeti u sekuestruar gjithashtu si provë materiale, duke forcuar dyshimet për përfshirjen e tyre në aktivitete të dyshimta kriminale. Pas përfundimit të veprimeve hetimore ndaj ED, u komunikua arresti në flagrancë për veprën penale armbajtje pa leje, ndërsa EB u ndalua për moskallëzim krimi. Ky veprim është kryer në përputhje me ligjin dhe masa procedurale të policisë për garantimin e sigurisë publike. Burimet nga policia bëjnë me dije se hetimet janë ende në vazhdim, ndërsa dosja është dorëzuar pranë prokurorisë për të hetuar më tej aktivitetin e dy të rinjve për të identifikuar të gjitha lidhjet e mundshme kriminale. Autoritetet theksojnë se veprimet e deritanishme kanë shërbyer për parandalimin e rreziqeve të mundshme për qytetarët dhe për të goditur aktivitetin kriminal që përdornin armë dhe mjete të blinduara. Ky rast vjen në një kohë kur policia e Durrësit ka intensifikuar kontrollet në qytet, duke ndjekur informacione operative dhe duke goditur grupe të ndryshme kriminale që veprojnë me armë dhe mjete të modifikuara, duke siguruar që komuniteti të mbetet i sigurt.